Pikpamja biblike mbi paratë dhe pasurinë, një ekuilibër i shenjtë. Të dashur miq, mirë se vini në këtë video ku do të zhvillojmë një temë që prek çdo aspekt të jetës sonë të përditshme, paratë dhe pasuria. Në një botë të mbushur me reklama që premtojnë lumturi përmes konsumit të tepruar dhe ku suksesi maten kryesisht me shifrat në llogaritë bankare, Bibla na ofron një perspektivë të thellë, të matur dhe plotësisht të balancuar. A janë paratë të këqija në vetvete? A krijon pasuria një pengesë të padukshme për të arritur afër Perëndisë? Apo Zoti, në mëshirën e Tij, mund të na bekojë financiarisht pa na lënë të humbasim rrugën? Sot do të zhvillojmë në detaje 7 pika kryesore të nxjerra direkt nga fjala e Perëndisë, duke u mbështetur në mësime biblike të fuqishme për të kuptuar se si të jetojmë me integritet të plotë në menaxhimin e burimeve tona financiare. Kjo nuk është një ligjërat për të pasur apo të varfër, por një thirrje e sinqertë për të shqyrtuar thellësisht zemrën tonë, aty ku fillon çdo vendim. Le të zhytemi menjëherë në pikën e parë, duke filluar me thelbin e çështjes. Pika 1. Paraja vetë nuk është e ligë, është qëllimi i zemrës pas saj që ka rëndësi. Shpesh dëgjojmë një thënie të shpërdoruar dhe të gabuar, paraja është rrënja e të gjitha të ligave. Por Bibla e sqaron qartë se nuk është paraja në vetvete ajo që shkakton kaos, por dashuria e tepruar dhe e pakontrolluar për të. Në Bibël shkruhet, sepse lakmia përpara është rrënja e gjithë të këqijave dhe, duke e lakmuar atë fort, disa u larguan nga besimi dhe e depërtuan veten e tyre në shumë dhembje. Kjo na mëson se paraja është thjesht një mjet neutral, si një thikë që mund të presë bukë ose të lëndojë, gjithçka varet nga motivi i zemrës sonë. Për shembull, nëse punojmë me zell për të mbështetur familjen tonë, për të ndihmuar komunitetin ose për të kontribuar në veprat e kishës, kjo pasuri bëhet një bekim i vërtetë nga Zoti. Por nëse e grumbullojmë vetëm për kënaqësi egoiste, për status social ose për të mbushur boshullqet shpirtërore, ajo na tërheq gradualisht larg nga Perëndia, duke u bërë një idol i padukshëm. Mendoni për Jobin, atë njeri të pasur të dhimbshëm që, pavarësisht humbjeve të tij të mëdha, e përdori pasurinë fillestare për të nderuar Zotin dhe për të qenë mikpritës ndaj të varfërve. Ose për Dhaxhën, mbretin e madhërisëm që derdhi pasurinë e tij të konsiderueshme për të ndërtuar tempullin e Zotit, duke e parë atë si një detyrim shërbese. Bibla nuk dënon kurrë pasurinë si të tillë, ajo paralajmëron vetëm kundër idhujtarisë së saj, ku paraja zë vendin e Perëndisë në prioritetet tona. Pra, ndaluni për një moment dhe pyesni veten, çfarë po bën zemra ime me atë që Zoti më ka dhënë? Është kjo pyetje që na çon natyrshëm te pika e dytë, si e sheh Bibla pasurinë në tërësinë e saj. Pika 2. Bibla ofron një pikpamje të balancuar mbi pasurinë. Zoti mund të bekojë financiarisht, por jo të gjithë janë të thirrur të jenë të pasur. Bibla nuk pretendon se të gjithë duhet të jemi miliarder për të qenë të bekuar, as nuk e sheh varfërinë si një shenjë të pashmangshme të shenjtërisë. Në vend të kësaj, ajo pikturon një tablo të balancuar ku Zoti jep pasuri si një bekim të mundshëm, por gjithmonë të shoqëruar me një përgjegjësi të madhe. Në fjalët e urta, aguri lutet me urtësi të madhe, mashtrimin e fjalët e rreme largoi prej meje, mos më jep as skamje, as pasuri, më ushqe me atë që më duhet, që unë, pasi të ngopem, të mos të mohoj dhe të them, kush është Zoti? Ose pasi të kem skamje, të mos vjedh dhe të thyej emrin e Perëndisë time. Kjo lutje prekuese na kujton se teprica e pasurisë mund të na fryjë krenarinë, duke na bërë të harrojmë burimin tonë të vërtetë, ndërsa mungesa e saj mund të na shtyjë drejt mëkateve si vjedhja ose dëshpërimi. Në Bibël, Pali u drejtohet të pasurve me këshilla praktike, urdhëroi të pasurve të shekullit të sotëm të mos jenë krenar dhe të mos vënë shpresën e tyre në pasurinë, që është e pasigurt, por në Perëndinë, që na jep gjithçka plotësisht për të shijuar, të bëjmë bamirësi, të jenë të pasur në vepra të mira, të jenë të gatshëm të ndajnë dhe të komunikojnë. Zoti i dha Abrahamit pasuri të madhe si një shenjë e beslidhjes, por ai e përdori atë për mikpritje dhe për të mbështetur popullin e Zotit. Megjithatë, Isusi vetë paralajmëron në Mateu, pastaj Isus u tha nxënësve të tij, me të vërtetë ju them, një i pasur me vështirësi hyn në mbretërinë e qiellit. Përsëri po ju them, është më lehtë që një deve të kalojë në sy të gjilpërës, se sa një i pasur të hyjë në mbretërinë e Perëndisë. Pra, pasuria nuk është një synim i fundit, por një mjet i shenjtë për të shërbyer në mbretërinë e Perëndisë. Jo të gjithë kemi të njëjtën thirrje, disa jemi të thirrur për një jetë të thjeshtë dhe varfëri vullnetare, të tjerë për gjenerozitet të madh. Kjo balancë na çon te pika e tretë, roli i punës së palodhur në planin e Zotit. Pika 3. Puna e palodhur është biblike, përtatësia çon në varfëri, ndërsa zelli sjell shpërblim. Bibla nuk lë hapësirë për dyshime, Zoti nderon dhe bekon punën e sinqertë dhe të zellshme. Në fjalët e urta thuhet qartë, kush punon me dorë përtatëse varfërohet, por dora e njerëzve të zellshëm të bën të pasurohesh. Dhe thënia tjetër, shpirti i përtatësit dëshiron dhe nuk ka asgjë, por shpirti i atyre që janë të kujdesshëm do të kënaqet plotësisht. Përtatësia nuk është thjesht një zakon i keq i vogël, ajo është një armik i fshehtë i shpirtit që na paralizon dhe na zhyt në varfëri jo vetëm financiare, por edhe shpirtërore. Në Bibël paralajmërohet, dëshirat e përtatësit e vrasin atë, sepse duart e tij nuk pranojnë të punojnë.
Isusi vetë punoi si marangos për vite të tëra, duke na treguar se puna manuale është e shenjtë, ndërsa pali mbante veten si të ndargji për të mos qenë barë për kishën. Një shembull poetik dhe praktik vjen nga këshilla për milingonën në fjalët e urta. Shkote milingona, o përtac, bëre zakonet e saj dhe bëhu i urtë. Ajo nuk ka as kryetar, as mbikëqyrës, as zot, e gjen ushimin në verë dhe mbledh zahiren e saj gjatë korjeve. O përtac, sa do të flesh? Kur do të ngrihesh nga gjumi yt? Pak më gjumë, pak më lëvizje të duarve për të fjetur, pak kryelartësi me duart e kryqëzuara për të fjetur, dhe varfëria do të vijë si një udhëtar dhe mungesa si një njeri i armatosur. Zelli nuk synon vetëm fitimin material, ai është një formë adhurimi, një mënyrë për të nderuar Zotin në çdo detyrë të vogël. Nëse po luftoni me mungesën e motivimit sot, mbani mend, çdo orë pune është një shërbim ndaj Atit qiellor. Kjo na kalon te pika e 4, si ta përdorim atë që kemi për të shërbyer të tjerëve. Pika 4. Të krishterët urdhërohen të ndihmojnë të varfërit dhe të sigurojnë familjen e tyre. Kjo nuk është një sugjerim i butë, por një urdhër i qartë biblik. Mos e grumbulloni pasurinë vetëm për vete, por shpërndajeni si një urdhë dashurie. Në fjalët e urta thuhet, kush shtyp të varfrin thyen rënd atë që e ka bërë, por ai që ka mëshirë për nevojtarin e nderon atë. Dhe në Bibël, profeti sfidon, a nuk konsiston vallë në ndarjen e bukës sate me atë që ka uri, në sjelljen në shtëpinë tënde të varfrit pas tre, në të veshurit e atij që shet të zhveshurin e të mos të kthehesh nga mishit tënd? Perëndia nuk është i largët nga vuajtjet, ai identifikon veten me të varfërit, duke thënë se kur ndihmonim një të uritur apo një të pastre, ndihmonim atë vetë. Për familjen, urdhri është edhe më i ashpër, por në qoftë se dikush nuk kujdeset për të vetët, dhe më tepër për ata të shtëpisë, ai e ka mohuar besimin dhe është më i keq se një jo besimtar. Kjo nuk do të thotë të injoroni botën e jashtme, por të filloni nga rrënja, shtëpia juaj, duke u siguruar që bashkëshorti, fëmijët dhe prindërit janë të mbrojtur. Imagjinoni një bashkësi të krishterë ku çdo familje kujdeset jo vetëm për të vetët, por edhe për fëmijët në nevojë. Kjo do të ishte një kishë e vërtetë, një dëshmi e fuqishme e dashurisë së krishterë. Ndihma nuk është një opsion luksi, ajo është shenja kryesore e një jete të transformuar nga Ungjilli. Por le të jemi vigjilent, sepse dashuria për para mund të na rrëmbejë lehtësisht. Pika 5. Dashuria për para çon në tundim, shkatërim dhe vështirësi për të hyrë në mbretërinë e Perëndisë. Kjo dashuri e fshehtë është si një kurth i rrezikshëm, i mbushur me miza që presin të na gëlltisin. Në Bibel paralajmërohet, por ata që dëshirojnë të pasurohen bien në tundim, në lak dhe në shumë pasione të parsyeshme dhe të dëmshme, që i plandosin njerëzit në shkatërim dhe humbje. Ajo na tërheq gradualisht larg nga besimi, duke na bërë të harrojmë Perëndin si burimin ton të vetëm të sigurisë. Në Hebrejve këshillohet, sjellja juaj të jetë pa lakmi paraje dhe kënaquni me atë që keni, sepse vetë Perëndia ka thënë, nuk do të lë, nuk do të braktis. Historia biblike është e mbushur me shembuj tronditës. Jezabeli përdori pasurinë mbretërore për të manipuluar dhe për të kryer padrejtësi, ndërsa Juda Iskarioti tradhtoi mësuesin e tij për 30 argjend, duke e shitur shpëtimin për një çmim të ulët. Sot, kjo dashuri mund të shfaqet si borxh i tepërt për të mbushur boshllëqet emocionale, obsesion me karrierën që zë vendin e familjes dhe lutjes, ose grumbullim i panevojshëm që na bën të harrojmë nevojtarët. Lutemi çdo ditë për përmbajtje, atë cilësi hyjnore që na mbron nga rrëzimi dhe na mban të lidhur me Perëndin. Pra, si të jemi besnik dhe të përgjegjshëm me bekimet që na jep Zoti? Kjo na çon te pika e 6. Pika 6. Parabola e talenteve mëson përgjegjësinë e administrimit dhe besnikërinë me bekimet e Perëndisë. Isusi na jep një shëmbulltyr të fuqishme, sepse do të jetë si puna e atij njeriu që do të merrte udhë të largët, thiri shërbëtorët e tij dhe u abesoi mallin e vet atij i dha 5 talenta, tjetrit 2, tjetrit 1, secilit sipas aftësisë së vet, dhe pastaj u nis menjëherë. Ai që kishte marrë 5 talentat shkoi i punoi dhe fitoi 5 të tjerë. Edhe ai që kishte marrë 2 fitoi 2 të tjerë. Por ai që kishte marrë 1 shkoi, gërmoi në tokë dhe e fsheu talentin e Zotit të tij. Pastaj Zoti i atyre shërbëtorëve erdhi dhe i kërkoi llogari atyre. Ai që kishte marrë 5 talentat erdhi dhe i solli 5 të tjerë. Zoti i tha, shumë mirë, shërbëtor i mirë dhe besnik. Ke qenë besnik në pak gjëra, do të vë mbi shumë gjëra, hyr në gëzimin e Zotit tënd. Por ai që kishte marrë 1 talent erdhi dhe i tha, Zot, e dija që je njeri i ashpër. Pra, nga frika e tërhoqa dhe e fsheta në tokë, ja, ke të nden. Por Zoti i tha, shërbëtor i keq dhe i lëngshëm. Merrni talentin prej tij dhe jepini atij që ka 10 talenta. Kjo parabol na mëson se çdo gjë në jetën tonë, koha, talentet, paratë, është një huaj e përkohshme nga Zoti. Ne nuk jemi pronar, por administrues të besuar. Besnikëria në gjëra të vogla sjell më shumë përgjegjësi dhe bekim, frika, përtatësia dhe fshehja na heqin gjithçka. Sot, nëse keni një talent artistik, një aftësi financiare ose edhe kohë të lirë, përdoreni për mbretërinë e Perëndisë, jo për lavdinë personale, por për lavdinë e tij.
Kjo na çon drejt pikës së fundit. Çfarë është pasuria e vërtetë? Pika 7. Pasuria e vërtetë është shpirtërore. Besimtarët duhet të fokusohen te thesaret e përjetshëm, jo te pasuritë e përkohshme. Në fund të fundit, gjithçka toksore kalon si një hije, vetëm ajo që ndërton për eternitetin mbetet. Në Mateu, Isusi na udhëzon: mos mblidhni për vete thesare mbi tokë, ku i brejnë tenja e ndryshku, ku vjedhësit thyejnë shtëpinë e plaçkitin. Prandaj mblidhni thesare në qiell, ku as tenja nuk i bren, as ndryshku nuk i prishon, as vjedhësit nuk i gërmojnë, as nuk i vjedhin. Sepse ku është thesari juaj, atje do të jetë edhe zemra juaj. Dhe në Bibël Luka thot: shitini pasuritë tuaja e jepni lëmosh. Bëni për vete pasuri që nuk vjetrohen e mblidhni në qiell thesare që nuk pushojnë, ku vjedhës nuk afrohet, as tenja nuk i prish. Sepse ku është thesari juaj, atje do të jetë edhe zemra juaj. Pasuria e vërtet nuk matet me llogari bankare, por me paqen e brendshme me Perëndin, gëzimin e shpirtit që nuk zbehet dhe marrëdhëniet e shenjta që zgjasin përtej varrit. Këto thesare nuk mund të vjedhen, nuk zbehen dhe nuk zëvendësohen. Fokusohuni te eternia, në lutje të përditshme, në shërbim të pakundëzuar dhe në dashuri të pakushtëzuar. Ato janë monedat e mbretërisë së qiellit. Përfundim. Të dashur miq, Bibla na fton drejt një jete të balancuar plotësisht. Punoni me zell, ndihmoni të tjerët pa kursyer, administroni me besnikëri çdo bekim, por mos e doni kurrë parat mbi Perëndin. Lutemi që zemrat tona të mbushen me thesare qiellore që nuk zhgënjejnë. Nëse kjo video ju ndihmoi të shihni pasurinë me sy të rinj, pëlqeni, abonohuni për më shumë mësime biblike dhe ndajeni me dikë që ka nevojë. Zoti ju bekoft të gjithëve me urtësi dhe paqe.